Gjykata e Durrësit ka lënë në fuqi masat e sigurisë për të përfshirët në skandalin e arratisjes nga burgu i Durrësit. Drejtori i institucionit Indrit Cërloj do të qëndrojë në arrest me burg, ndërsa mjekja e burgut Ylfete Sema është lënë në arrest shtëpie. Ndërkohë, për arratisjen e të dënuarit Altin Doci, gjykata ka vendosur masa të ndryshme sigurie për 8 persona të tjerë, 3 prej tyre mbeten në qeli, 2 në arrest shtëpie dhe 3 me detyrim paraqitje. Altin Doci konsiderohet person me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe akuzohet nga SPAK si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Ai dyshohet se ka ndihmuar Talo Çelën gjatë viteve 2020-2021 në Tiranë, Durrës dhe Elbasan, si dhe akuzohet për disa vrasje të rënda, vajtje armësh pa leje dhe krime të kryera në bashkëpunim. Sipas dosjes së prokurorisë, arratisja e Docit u realizua përmes shkeljes flagrante të procedurave të sigurisë gjatë shoqërimit nga burgu i Durrësit drejt spitalit rajonal. Ngjarja përshkruhet si kaotike, policë të neutralizuar lehtësisht, ndjekje pa organizuar dhe një automjet që priste jashtë spitalit, duke i mundsuar arratisjen pa pengesa.